Deltari i lirë i Sharrit njihet si krenaria e shqiptarëve pasi cilësohen si qenë autokton në trojet tona dhe karakterizohet me trimëri dhe besnikëri, shprehet 32 vjeçari Jet Mirthaçi nga fshati Landovic i Prizrenit, i rritur me deltarin i lirë dhe adhurues i kësaj race qenësh si trashëgimi familjare. Deltari i lirë qenë besnik, qenë i besës, familjar, jo kam race të tjera në shtëpi, kam klysh tjerë, kam gjitha në shtëpi. Sa? 6 për moment. Cila është raca e? Raca është deltarit e lirë dhe një lloj tjetër. Këtë dëshirë e ki pasë që në vogli, apo E kemi trashëgimi nga gjyshi, babi, gjitha. Këtë rast ta mojmë. Jetmiri tregon për karakteristikat e qenit dhe mirëmbajtjen e tij. Si shmo, se unë ky qenë i shtëpisë, familjar, i rojës, gjitha unë për të. Deltari i lirë është raca më e rojëse. Edhe më besnike. Keni frika, ka pasë rrezikshmëri? Jo, heq, kur asnjëherë. Motë e mojmë këtë rast, kur s'kemi pas problem. Si e trajton ti për shembull këtë? Mirë shumë. Hajde këtu. Hajde mirë. Hajde. Ec. E ushqen, se tregon pak për ditshmëri me qenin. Kemi me mish, me tomël, me pedigre, me gjitha. Jetmiri këshillon për ruajtjen dhe kultivimin e deltarit i lirë. Ja, duhet ta ruajmë këtë rast, sidomos me deltarin e lirë që përmend gjitha trojet shqiptare. Duhet ta kultivojmë sa më tepër. Ai ishte i vetmi pjesëmarrës nga trojet shqiptare i konkursit ndërkombëtar të bukurisë së qenëve të racës me deltarin i lirë të Sharrit me emrin Buçko, të mbajtur në Prizren, ku mori edhe disa medalje.